Prej afro 3 vitesh, sektori i manufakturës në vend po përjeton një klim të vështirë biznesi. Për shkak të zhvlerësimit të euros, shumë ndërmarrje janë mbyllur, disa të tjera kanë futur teknologjinë e kohës në prodhim dhe kjo është shoqëruar me kosto. Në shifra, shoqata Pro Export ose gjatë një viti, industria fasone ka humbur rreth 10.000 punonjës. Në vitin 2023, industria numëronte 60.000 punonjës. Profili i punës në linjat e prodhimit ka patur kryesisht vajza dhe gra, dhe për shoqatën që mbron këtë industri, ky vit pritet të mbyllet me 50.000 punonjës dhe rënje të xhiros deri në 5%. Fasonët punojnë me tregun e jashtëm dhe për shkak të rënjes së euros, bilancet e tyre në eksport janë të kurrur. Për t'i mbrojtur nga falimentimet e mundshme, qeveria ka ofruar për ta garanci sovrane në masën 1 miliard lek. Nga kjo garanci përfitonin ato biznese që kishin nevojë për financim për investime, por jo bizneset që ishin në kushte të vështira financiare, çka mund të jetë arsye pse ndihma nuk ka dhënë rezultat efikas.